Në të vetmin vend në Koran, emri Ahqaf është përmendur në këtë sure. Andaj quhet Suratul Ahqaf. Kuptimi i kësaj sure, i këtij emërtimi Ahqaf, Ahqaf janë kodra male, në të cilat ka banuar populli Ad në Yemen, tek i cili u dërgua pejgamberi i tyre, Hudi alayhi salam. E që Allahu i madhruar i shkatërroi atë popull me një erë të randë. Pra emri kësaj sureje është Suratul Ahqaf, me konsensus të të gjithë ulemave. Kjo sure ka zbritur në Mekë. Madje Ibn Ashur thotë se të gjitha rrethanat, transmetimet qojnë në një vend se kjo sure ka zbritur pas vitit të dytë të shpalljes. Pra në fillim. Kurtubiu thotë se kjo sure është me kase me konsensus. Por ka për ulemave, siç thot Ibn Atiyya në tefsirin e vet, se tek ajeti 10 dhe ajeti 35, e që është edhe ajeti fundit i kësaj sureje, ka për ulemave të selef e komentatorëve, të cilët kanë thënë se kanë zbritur në Medinë. Përndryshe ajetet e tjera, krejt kanë zbritur në Mekë. Pra, Suratul Ahqaf konsiderohet për sureve, kaptinave të zbritur në Mekë, edhe nëse ka ndonjë ajet, pse këto dy ajetet të zbritura në Medinë, prapë ajo vazhdon të quhet Mekkase.